Ai pa tabelat sot pas dite në pikat e shitjes së naftës, benzinës, gazit. Nafta kërceu në 217 lek nga 204-205 që ishte dje. Për një ditë. 217 lek. Edhe tjera, benzina edhe gazi shkuan më lartë. A mbani mend çfarë i thash dje, par dje, një javë më parë, një vit me radhë, 4 vjet më parë ku bëm të njëjtën gjë? Modeli i tregut është problemi. Mund vim vërdall sa të duam, të flasim për bursë, për transparencë e tjerë me radhë, është modeli i tregut. Çmimi në bursë kërceu sot. Gjatë ditës, çmimi pati luhatje të mëdhaja. A mund t'i pyes tregtarët tanë që na kanë imponuar këtë model të tregu se cilit çmim të sotëm nga disa të bursës i përket çmimi që vendosën pas dite në tabel? Cili? Ato të hapjes, ato kur arriti maksimumin, ato kur ra, ato kur u rrit, po prap. E kura përpara cilin nga këto çmime reflekton çmimi i sotëm tabel. Bursa është dinamike, ndryshon me orë, në varësi patjetër të luftës, të bombave që hidhen, të bombave atje ku hidhen dhe natyrisht të deklaratave mbi luftën. Shtrirjen e saj, apo edhe se si vijon. Tani, a mund të më thoni se cili çmim reflektuat sot në tabel? Më të lartën, do e mos, se duhet fitoni pa fund para. Dhe ky është problemi që ne kemi, është tregu. Ndaj, sa më parë duhet bordi. Sa më parë bordi. Dhe një bord kësaj radhe pa tregtarët brenda tij. Për një arsye, tregtarët e kanë humbur të drejtën morale të ulen në tavolinë për të diskutuar çmimin e këtyre produktave. Dhe natyrisht, bordi në qoftë se do të bëjë transparencë mbi këtë model tregu, nuk ka bërë asgjë. Ky model tregu i poshtër dhe në kurriz të konsumatorëve shqiptar duhet të shëmbet. Në qoftë se ka një gjë që duhet bëjë vendimarrësit në këtë vend është të shëmbin këtë model tregu që është jo vetëm banal, por grabitës nga fillimi deri në fund.